Ndodhemi në Pejë, këtu ku bëhet shfaqje Frutopia në kuadër të një projekti që synon promovimin e pluralizmit, respektit për diversitetin dhe të drejtat universale të njeriut me theks të veçantë të liria e besimit dhe mendimit. Organizatorët thonë se synimi është që të rinjtë të fuqizohen përmes edukimit dhe artit, ndërsa nga detyruesit e arsimit priten që të këto tema të trajtohen vazhdimisht në shkolla. Është një temë kyçe e cila duhet të avancur, sepse vërtet kemi nevojë për tema të tilla, por nisim me fëmijë që të kuptojnë të rriturit. Është diversiteti kulturor, diversiteti i duardur, të fillu për diversitetit fetar, kombëtar e tjerë, dhe në vitet që të jemi tolerancë shoqëni, të kemi unitet, dhe të bashkëpunojmë se investimet e tilla, sidomos te fëmia, projektet e tilla, sidomos te të vegjëlit, këta përcjellin mesazh tek të rriturit dhe edukojnë, këtë frymë edukojnë dhe këta do të jenë në nesër do të jenë. Ky projekt është shumë i rëndësishëm, nga se është përfshirë një numër i madh i mësimdhënësve dhe i nxënësve, dhe kur themin këtë, kënd vështrim timin si drejtoreshe dhe si tot trajnere e këtij projekti, mendoj që e ka një impakt të madh, nga se në numrin 1114 nxënës, sa ka shkolla Zreni janë përfshirë 416 nxënës, nga 12 mësimdhënës cilët e kanë zbatuar, kanë implementuar projektin në Frutopia këtu në shkollën Azreni. Konsideroj që është kriju një qasje e re, një qasje e asaj ndjenjes e empatisë, ngritjes e nivelit të respektit ndaj njëri tjetrit, nga këndvështrimi se cilit prej pjesëmarrësve nxënës në trajnim dhe nga ndjenja se ne mundem të angazhohemi edhe t'ja dalim për ta përkrahur njëri tjetrin. Frutopia është një program që ka ardhur prej Amerikës në Kosovë me qëllimin që me nda për paqen, pluralizmin edhe respektin e diversitetit mes komuniteteve të ndryshme, besimeve të ndryshme, prejardhjeve të ndryshme. Do të thonë, tema e kësajna është shumë e veçantë, jo shumë e folur në Kosovë, që e ka për qëllim që gjeneratave të reja më tregu se është shumë e rëndësishme mënyra që i trajtojnë tjerë, bashkëpunimi, ndërveprimi me njëri tjetrin. Edhe në këtë mënyrë nëpërmes kësaj shfaqje, që e patë edhe ju nëpërmes frutave, ata ishin njëherë në një konflikt e pastaj detën zgjidhje mes vete për një jetë më të mirë së bashku në ishullin e Frutopisë. Në shkollën tonë është realizuar programi edukativ Frutopia, i mbështetur nga Hardwired Global me qëllim promovimin e paqes, pluralizmit, të drejtave të njerëzit, të respektimit të diversitetit. Përmes simulimeve dhe aktiviteteve interaktive, nxënësit kanë marrë përvoja të ndryshme, ku kanë mësuar se qysh mundem me bashkëjetu, ose qysh bëhet me respektu njëri me tjetrin dhe të zhvillojnë më shumë mendimin kritik. Përfitimi i nxënësve ka qenë se kanë zhvilluar më shumë vetdije për respektimin e të drejtave të njerëzit, komunikimin, mirëkuptimin dhe pranimin e diversitetit. Ky projekt është shumë i rëndësishëm për arsye se promovon tolerancën, bashkëjetesën, që është shumë e rëndësishme për ne. Po jo vetëm për Pejë, po edhe për Kosovë, po edhe më gjerë. Për arsye se njeriu kur është i edukuar, ai edhe fal më shumë. Fal në kuptim tolerant është më shumë. Nuk është konfliktuos. Ky projekt pra Frutopia quhet, ku përmes fruteve i kem ndërtu komunitetit. Komuniteti i bananeve, i mollave, i dardhave. Edhe atëherë secili komunitet qysh nëse nuk pajtohen lindin konfliktit. Ky projekt është i Amerikës, Rotary Club Peja e ka financuar dhe e financon edhe shqyrtojmë me shtri edhe më shumë, me zgjeru më shumë. Tash i kemi 5 shkolla në komunën e Pejës, i kemi 60 trajner për mësues, edhe kemi një numër të madh të mësuesve në përkrejt shkolla. Është shumë e rëndësishme se nxënësit kanë përjetuar shumë mirë, edhe besoj që ka pas një tarë të mirë se projekti janë ka edukimi për paqe dhe drejtat njerëzit në komunën e Pejës. Nxënësit përmes dramës dhe performancës përcjellin mesazhe për bashkëjetesën, tolerancën dhe respektin ndaj dallimeve. Për më shumë storie të tilla apo problematika që hasnin në përditshmëri, ju shikues dhe lexues mund të na shkruani edhe në lokale telegrafi.com.